Stresi mohon të jetë ribashkuar me Casey-n. Arkimed Lushaj, stresi pak javë më parë bëri buj me një paraqitje me ish partneren e tij, Casey-n. Ata dhanë një intervistë duke folur për të gjitha ato që kanë ndodhur. E madje u shfaq edhe në klip. Por kjo duket të jetë bërë vetëm për hir të viteve që kanë qenë së bashku, e për respekt të njëri tjetrit. Në emisionin Kosova Todaj, i njëjti është pyetur edhe rreth planeve për martesë. Edhe këtë verë jo, u shpreh stresi. Stresi u pyet edhe për një ribashkim të mundshëm me ish të dashurën e tij, gjë që e mohoi. Ne kemi bërë diçka për albumin ton, kaq. Po të kishte ribashkim do të ishim bashk, tha ai mes tjerash. Pak kohë më parë, reperi i njohur Stresi ka ndarë me ndjekësit në rrjetet sociale një video nga prapaskenat e klipit të këngës së tij më të re. Në video, bie në syprania e ish dashurës së tij, Casey-t, e cila duket se ka marrë rolin e vajzës kryesore në këtë projekt të ri muzikor që ngjan me një këngë dashurie. Për ndjekësit dhe fansat e çiftit dikur të dashur, kjo ishte një surprizë e madhe. Duke qenë se Stresi e ka pranuar hapur në shumë intervista se Casey ka qenë vajza që ai ka dashur më shumë në jetë. Rishfaqja e saj në klip ka ndezur me njëherë reagime dhe spekulime rreth marrëdhënies së tyre aktuale. Nga ana tjetër, njerëzit në komente kanë mirëpritur ribashkimin e mundshëm mes tyre, i cili përflitej prej disa kohësh. Stresi dhe Casey kishin një histori të gjatë dashurie së bashku, e cila mori fund para disa vitesh. Megjithatë, Stresi nuk ka rreshtur kurrë së thëni se e do atë dhe do dëshironte një ribashkim. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.